Departamenti Amerikan i Shtetit ka nxjerrë bllof Sali Berishën dhe të gjithë mediat krah të tij. 2 ditë më parë ka plasur festa në Partinë Demokratike pasi të gjithë deklaronin se Trump ka shkarkuar jurikimin nga detyra e zëvendës ndihmës sekretarit të shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike. Po ashtu në faqen zyrtare të Dash ishte hequr biografia e jurikim. Disa media shkuan deri aty sa njoftuan se kjo e fundit ka pranuar largimin me negocim për t'i shpëtuar hetimit. Por një lajm bomb ka ardhur nga përtej Atlantikut. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ripublikuar biografinë e Juri Kim dhe bën me dije se ajo ka marrë një detyrë të re. Kim është emëruar këshilltare e lartë për eficiencë dhe përgjegjësi në Byron e Çështjeve Europiane dhe Euroaziatike. Juri Kim është këshilltare e lartë për eficiencë dhe përgjegjësi në Byron e Çështjeve Europiane dhe Euroaziatike. Më parë, ambasadori Kim ishte zëvendës ndihmës sekretare kryesore e byros nga viti 2023 deri në vitin 2025. Një diplomat e karriere, ambasadori Kim ka punuar në sfidat kryesore të politikës jashtme dhe sigurisë kombëtare në Europë, Azi dhe Lindjen e Mesme. Ajo ka qenë ambasadorja e SBA-s në Republikën e Shqipërisë nga viti 2020 deri në vitin 2023, e nominuar nga presidenti Trump dhe e vazhduar nën presidentin Biden, theksohet në biografi. Kjo lëvizje duket se është një dhimbje koke për Berishën. Demokratët menduan se Trump e degdisi Kim, por harrojnë se ishte ai që e solli ambasadore në Tiranë, sikundër specifikohet dhe më sipër. Prania e saj në Departamentin Amerikan të Shtetit venite dhe shpresat e Berishës për t'i hequr non gratën.